Për të parë programin me Mbrëma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Kida hyrje! Ky emision mundësohet nga Ujë Qafshtama, Konad Albania. Erdha më në fund. Më në fund. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Mirë se të gjeta. O nuse. Si je? Mirë, si po ndihesh? Mirë shumë. A je excited? Jam shumë. A? S'kom qenë mote, S'ke qenë mote. s'kom po mote ty prej herës kalume. Jam shumë e gëzuar që ka surprizë. ardhur. Jam shumë e Edhe gëzuar. unë. Edhe kam kaq kohë që po e pres të takim me ty sa që gati kam emocionet e po thosha, okay, ç'a do vesh? Çka ka bu që e qik deri qtash? Po t'kam parë se ç'a ke bërë, t'kam parë, nuk është se ke ndonjë vend të mro. Jo. E shkatët të tërgove. Kam parë një propozim bukur me drona, kam parë një Pyetje të zjarrta. Intervistë të zjarrta. Jam shumë e lumtur që të shoh të lumtur, edhe Faleminderit, të dashuruar, edhe në këtë fazë të bukur të jetës tënde. Apo duk na më ndryshe se krejt po më thojnë të ka ardhur një shkëlqim. Ka ardhur një nur, ti gjithmonë je duke shumë mirë, po duke shumë bukur. Faleminderit edhe te. Hajde se më rrim brenda se kemi shumë për të folur ne të dyja bashkë sot. Kemi shumë. Jam shumë e lumtur që ka ardhur një herë. Më në fund. Të gjeta. Ta kemi që flasim për këtë intervistë dhe këtë takim dhe nuk e di që vitin e kaluar madje kemi filluar. Që vitin e kaluar që te me Mbrëma Yje në Bog, nuk e di ç'a ndodhi pastaj që nuk u bëm, pastaj këtë vit, jo po ke koncerte, jo pastaj s'mundem kam xhirimin e klipit, domethënë Gjitha fix. kaq busy. Jeta e tillë. Megjithatë, tani që ju kujtoj, kur jemi takuar ne përpara shumë vitesh, edhe atëherë nuk ka qenë fort e thjeshtë me të pas ty, edhe atëherë ka qenë kulmin e suksesit, e dua të bëj të lumtur që erdhe. Po, edhe atëherë ka qenë shumë e mirë. Ka qenë bukur ai moment. Edhe atëherë ka qenë e vështirë, po tash më duket akoma më e komplikuar sepse tash më ka hyrë dhe dikush tjetër në pjesë. E ka komplikuar, sikur mos ishte mjaftueshëm e komplikuar jeta jote me koncerte, me xhirime, me pune. Tash u ngarku më shumë. Tash edhe po prit se unë do ikim në Dubai, se jam në Dubai, se do vi nga Dubai. Ç'a po ndodh me ty? Fix, jam as aty as këtu, do më thonë jam me të kështu si në mes. Kur më pyesin njerëz ku po jeton në aeroplan. Në aeroplan. Po mbjan kështu, do më thonë vazhdimisht punën krejt e kam në Kosovë. Po. Normalisht që Ti vazhdon akoma je përqendruar në Kosovë, ha? Po. Do më thonë, ne jetojmë Dubai, po, është e vërtet, do më thonë gjatë verës jemi dëtu në Kosovë. Okej, sepse da i vjen. Për arsye që atje është shumë nxehtë dhe s'muj me najt, unë ashtu kështu s'jam, kështu që ai tash u lidhë dhe ai me mu, ku shkoj unë e vjen edhe ai, kështu që gjatë dimret normalisht që unë e kam pak ma lershëm, se tu bazu prej koncerteve, gjithmonë i kemi në fund javë, kështu që gjatë javës jam atje, po njëkohësisht edhe në Kosovë, puna e studios, e punëve, kështu që në dy anë. Tash ti marrin pak me radhë gjërat, se unë si romantike e dashurisë ndryshme. Shoh një propozim të bukur romantik me një drone show me wow, ishte shumë bukur e para një herë, ishte shumë e bukur. Filloi si një surprizë për ditëlindjen, pastaj ishte më shumë se për ditëlindjen. Fillimisht, ku jeni njohur? Jemi njohur në Dubai. Okej. Kjo është shumë e rastishme, se a ke pa atë thënjën që thonë kër e ke fatën diko nuk e shef, kupton. Do më thonë, mu më ka ndodhë fix qashto. Kom shku me bo një spot në Dubai, edhe a i ka qenë shuku i menagjerit tem,
Po ti nuk e ke ditur? Jo, nëse kom njoftë, nëse kom njoftë kur heq asnjëherë, domethënë. Edhe në momentin që jemi taku, domethënë ka ndihmuar rreth punëve, unë kam qenë me 20 veta ekip, se kom shku me xhiru spot. Domethënë nuk kem shku për qef, po kom shku me ekipën tam. Edhe në qatë moment na ka ra me nej dikon 4 ditë kemi xhiru, edhe dikon 1 javë kemi nejt për qef. Do me thonë, me krejt ekipën. Me gjithë stafin ti? Me gjithë stafin kemi nejt. Wow! Kem nejt. Lëmë stafin për ty. Fikse edhe i kom pasu dhe qikat që më regulojnë, kështu që ma ato jam edhe ma shumë se shoqe. Edhe aty do me thonë ka fillu gjithë shka, po jo aty brenda Dubajit. Do me thonë, one e kom pas njerë shumë shok, do me thonë thash, wow, që shka shansë që one me njoft një njeri mashkull, që është identik si one, po veç në verzionin mashkull. Se jeni shumë ngjashëm? Ekstrem jemi ngjashëm. Edhe tu bisedu që shtu për shumë sene, jo suksesi, jo ashtu, dhe me thonë, dytë e këshim nis njejt, thuja se veç aj me biznes të vetën, one këngëtare, edhe aj ishtë në atë pikën që qysh ka mundësi në qike rej, dhe me thonë me mëri dhe rinë qëtë pika, po kuptan. Edhe mandej ka fillu biseda kur jom këthyune prej Dubajit, non-stop ka shkrujt, non-stop ka shkrujt, non-stop ka shkrujt, dërisa ish një pikë ku mami jam, po më thot, tha me që djallë diqka, tha shumë jetu fuq. I bëri për shtypje, Thash, api vërejnë edhe ti? Thash, se s'pedi asonë, one jam kështu komplet lësë, se kur shkoj one me një, kur shkoj për punë, normalisht që për mua është puna me rëndësi edhe nuk shof. Apo kupton jam do me thone fokusume të stafi jam, të punët e mija nuk shoh ma gjënë, shto kur gjë, heq, absolut. Edhe mas ne i ka vazhdu qëtu biseda, tani për një me, tani u ardi me taku prap, edhe që aty në Kosovë. Ka u kriju një parshkëndije, kështu e qëdëqme, edhe qështu do me thonë u kontakime i parë. Dhe pastaj distanca, a ishte problem? Për mu u konë shumë problem, se në fillim kër e kom njëftu dhe kër kemi diskuturës që saj qështjes të lidhjes, one e më konë pak skeptike për arsye se krejt familja jam, puna jam, gjithë shka që më rëthën është në Kosovë. Edhe mu këthy, thëjsha qysh ko me mujtë mi adal, apo kupton, ka me konë diçka shumë e ramë për mu. Po, nuk e kom besu që muj mi adal që ka që letë. Sa kohë bëtë bashkë tani? 5 vjetë. Janë bërë 5 vjetë. Wow, po mi që bashkë qenë hermetike. Ona nuk e di, do më thonë, e ko majtë qaq close, kështu do më thonë, sa që jo mundu me majtë veç për veti. Derin pikën që doli edhe propozimi. Po pse ke qenë kaq kufizuar në daljet, në postimet, ne nuk kemi kuptuar asgjë deri përpara se kishte propozimin. Normalisht ka qenë dëshira e dy palëve që s'kena pas qef me bo diçka shumë publike, edhe ona gjithsesi jetën private gjithmonë kom pas qef me pas privat, pavarësisht jetës tam që është shumë delikate në këtë pjesë, do me thonë edhe na jemi në lëvizshmëri, kështu që dikush mundet me të pa, apo kuptan? Po. Po ju nuk jeni fshehur, thjesht nuk jeni postuar, apo jo? Jemi fshehur, po jemi fshehur gjithsesi, sidomos kur kemi qenë të bo pushime, ose që ka do qështë, do me thonë gjithmonë jemi mundu me i gjithë vendet sa ma privat, që kjo ka qenë sfida e madhe të na. Verës ka arë me mund koncerte, unë e kejtë ekipën e ka me djemë, kështu që nuk është kuptuar. Cili është nga ata? Cili është. Po jo, definitivisht njështë nuk e kam pas shumë që kida e ka dikën, kanë dalë disa aludime kështu, po jo konkrete. Kështu që... Unë me thënë drejtë që koja gjithë kohës në Dubai, dhe thoja, po kjo pëse gjithë kohës në Dubai? Jo pëse shkon, po sa mirë, këpës kur shef njëri në Dubai, që vëmë vetëm pushime, lumë si kjo, që është vetëm po jeton në Dubai për qef, më një mjeduk. Do me thonë fix që ajo kom, po një kostër sa kom shku, nësë kom postu as njëherë. Kuptoj tashi, po i bëj lidhje në unë, që i tho 5 vjetë. S'kom postu, jo. Gjithmonë kom najtë. A jesh njëri i botës biznesit nuk ka lidhje me artin, e? Jo, s'ka lidhje me artin. Fare, asë menagjimin, asë. Si i keni rakorduar lirit e njëri tjetret, kryesisht a i tënde, sepse ti e ajo që je... Po, fix.
partneri jam është një tip shumë i kuptueshëm në qëtë aspekt, sidomos në momentin që më ka njoftu, edhe e ka pa rrethin që kam, edhe e ka pa që, do më thonë, gjithë shka në biznesin tem është respekti, do më thonë, është distanca, jam shumë tip friendly, edhe e ka kuptu që thjesht gjithë shka it's okay, apo kuptan. E ka marrë gjithë me vete prej fillimit që me e kuptu që për një me është pun e letë në atë aspektin e besimit, edhe e ka pas shumë a letë, mandej. Thjesht mu ka përshtat. është e vështirë, është shumë e vështirë, po tash është në atë pikën që pi do këtë vetja që është do me thonë si me konë këngëtar, si shumë herë ma bënë, po më do këtë vetja si me konë këngëtar, bashkë me ty, a me da i mera gjera, nuk për diqka. Po jo tash u hip, komplet është në botën artit tem, do me thonë. Tash kupton qëto sen. Okej, si duket, qa më ndonë? I do këtë i do këtë shumë stresuse dhe e she, e vren stresin tem, do me thonë, vazhdimisht e she që kur jam mirë e den, kur s'jam mirë e den. Do me thonë që kjo i ka met edhe pak si traum, moj me thonë se one jam tip që shumë e shpreje, kur s'jam e knash të shpreje shumë, si do mos më punën tam, edhe tisht e den. Me na i projekt ma bën, tash ja ka njës mi kuptu dhe projektet të të vëllat që kësë po më do këtë qësh i bën te ato të mirat. Ashtu, ka nuhatje? Jo, tash jam shumë e qetë, se në momentin që e di që e kam një partner që për një me tash e kupton biznesin tam, jam edhe ma e qetë me diskutu krejt qështet e punës tam. E për ata që shikojnë Kidën, ose edhe kolegët e Kidës që janë të bukura, janë të sukseshme, kanë miliona fansa, bëjnë pushime në vëndet bukura, thonë, biznesi me stres, kur stresi? Kur stresi? Stresi është shumë i madhë, së do mos në punën e muzikës. Ona po flasë në përgjësi për artin. është shumë stresuse, në një është koha, në ndë është përkushtimi i madhë, dhe definitivisht muzika si muzike ka një presion shumë të madhë. është konga, deri sa të bjen të konga, deri sa të bjen mandeje në spote, ajo jënë shumë ngarkes e madhe, sa që të si në gjendje, do më thonë, me përbalu vetë. Do më thonë, duhet gjithëshysh me pas një rreth shumë të madhë, që ti mos me e bartë këtë stresin vetë. Edhe një sistem që funksionon, besoj, pra një menagement mirë, pra nuk e di, një kompozitor të mirë, si funksionon tash, se muzika ka ndryshuar, po transformohet çdo ditë, realisht. Fix. Po qëre, one për shembull që kam funksionu gjithmonë, edhe me producenta kur punoj, kam qef me pas një rahati, edhe nuk është që kam gjithkon, këta ja kom nisë me dalu tash, që nëse nuk përshtat na me qatë personin që jëmë të punu, nuk më as me knu. Apo kuptan, do më thonë, do na shumë me hi fail në qatë aspekt, që me marrë që ato që unë e du. Do më thonë, jam në shumicën e rasteve kuptona shumë mirë, se jam tip që lypi shumë, është e vërtet, kështu që jam shumë strikt kër është punat e muzika, i daloj dë sene, nuk e di, do më thonë hi shumë fell ka njëherë, po e di që ekipën e tranoj pak, po s'kom qa me bo, si do mos të tekstit ajot, nuk e di. Do më thonë jam shumë kërkuse. Po, jam shumë e lumëtën që jam kërkuse në këtë aspekt, se e di që e arri që ato që e du, gjithmonë. Kështu që për krejt del mira, po kuptan. Sa ko të bëtë ty tani në biznesi muzikor, sa vite të bënë? 15 vjetë. 15 vjetë, wow. Dhe si e shikon, si ka ndryshuar 15 vite më përpara me sot? Shumë. Tash ka ndru shumë, definitivisht. është transformuar, të regu. Në fillimet e mija, jam konë shumë ma e qetë, nuk kam pas shumë presion, jam konë ma e re. Tash për shambull tu rrit, tu i kuptu shumë ma shumë obligime, do më thonë, gjdo sen rrëth meje, veç ushtu, edhe po mënora me përbalu, me pas një mes. Po qajo, qëtë ko, më ka bo shumë mirë, për arsye se tash e kom kuptu që unë s'moj me najt pa muzikën, do më thonë. Për që të arsye, asë njëherë s'kom pauzu. Njëherë e kom tentu të isha, a ka mundësi me bo një pauzë, o këden? Do më thonë me najt një vjetë, ose me najt pak ma shumë, pak ma gjatë, po jo, s'ka shansë.
S'moj. Po edhe besoj që nuk i bëjnë mirë pauzat artistëve. I bëjnë mirë pauzat artistëve? Për me reflektu, me ndru diçka në vetën e vetë, menoj që po. Po? Ka nevoj. Për arsye se në momente që jeti aktive çdo ditë, edhe truni jot nuk den ma që ka me bo diçka të reja, kupton, thjesht për që ata gjithmonë e ceki ekipën, se gjithmonë kam qef me pas njerëz të ri, që më dojnë ideja ekstra, që me konë diçka që për një me mu më shkan edhe dalë diçka ndryshe. Po për shembull unë e pauz nuk kom mujt me marrë, as njëherë do më thonë, e kom pas shumë shtirë. Pse? Jo mësu me ritmin e studios, me ritmin e koncerteve, shumë e kom problem, nuk e di. S'moj me najtë, edhe kur jam për shambull në Dubai, gjithmonë jam ashtu, po hubasin gjëra? E tash jam stabilizu, tash jam perfekt, se kom gjithë edhe studio dhe tash jam good. Good. Në qëtë aspektin e punës. Ti e këntarë shumë hiteve, shumë super hiteve. Këngët tua kanë, ku dujon, ajo me butrin të me letin, se e kanë 100 ca milion, besoj? 200 milion? Me ndo. Kujtojt tjera, me Gjensilën prap ka shumë, edhe shumë këngëtuat vetëm kanë shumë, si mbajmën tani, po i kam pas dëgjuar vazhdimisht edhe i shikoja që kishin popularitet të frikshëm. E sot që duhet me bëkida sot për me dhez? Ashtë me vështirë sot? Ashtë me vështirë, definitivisht. Sidomos periuda kohore, do me thonë, është ndryshe. Në momentin që ne kemi qitë kongë, atëherë, ka shku vetë të më thonë që ai viraliteti i madhë. Po si ka mundësi që atëhere shkonin këngët edhe 200 milion, sot nuk shkojnë më këngë 200 milion? Nuk shkojnë, për arsye të Spotify-it, për arsye që njerëz nuk hinë më me këshur në YouTube. Apo kupton, do më thonë janë shumë gjanat ndryshme që njerëz e marrin aplikacionin, hinë ngojnë makinë, nuk ka nevoj me hi me këshur spotin. E shofin një video njëherë, dy, edhe këte kam kuptuar që videot po vdesin, ne? Fix. E one jam, dhe më thonë, një fanse e madhe e klipeve, edhe gjithmonë i kam analizu klipet. Dhe më thonë, të one klipi u konë shumë i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm. E ta shpesho që pihu vlera që asoj. Po. Nuk po më pëlqen që këj fakt, po një kësisht në klipin e kemi bo me undëgju muzika. Po. Ashtu kështu, kështu që po më pëlqen që i ka hyp vlera ndëgju shmëris. Po. Më shumë, do më thënë tani thelbi është tek muzika, tek kënga. E këtë viralitetin e TikTokut edhe të rrjeteve sociale, ti si e shikon? Apo bëhet ashtë vetëm muzikë për me qenë viral në TikTok, a është ai qëllimi, a e ka ndryshuar TikToku muzikën? Po. Shumë. Më fille mu ka doke interesant, diçka e re, po tash po më doke që muzikën si muzikë pak pe përmbyt. Po mendoj. Nuk e di ajo me sakt, nuk më me thonë që është ashtu që po thëmon, po njëkosisht për kongë është një plus. Po mandej, edhe nëse po dhejës konga në TikTok, mandej knej... Nuk po shkon. Do me thënë, ndodhë që një këngë mund tjetë hit në TikTok dhe mos të ketë sukses pastaj tje këndon në klab edhe nuk... Po. Po. është shumë e vërtet. është e çuditshme. Ose e ki veç qatë pjesën që e qatë në TikTok, veç ato. Vetëm aq. A 20 sekundë që. Fix. Edhe pastaj... Fix. Nuk ka më. Nuk ka më. Po sa e trisht është veç, sa e trisht do tjetë edhe për një artist. Shumë keq për një artist, për shambull se ti e në gjendje me zhvillu artin tanë, një në gjendje me fol një temë të bukur në kongë, që faktikisht në fund ditës për ndëgjohet veç një 15 sekundësh për krejt kongës. Kështu që për që ato pak jam me dy mendje, më me thonë, po njëkohësisht njerës pedojnë TikTokun, apo kupton, po kanë qef, këtë kohën më të madhe, më me thonë, e kalojnë TikTok. Atë po mendoja, në qoftë se dikur, njihnim këngët e reja që dilin, unë personalisht për shumë shkoja MTV, edhe gjithë këngët e reja që dilin një njihja nga MTV, ose pastaj nga Top Albania Radio, ose muzikën shqiptare nga festivalet, se ishin festivalet që e promovonin. E tashi po mendoj, brezi i ri, ku i dëgjon, ku i shikon këngët e reja, dhe unë kam një djalë që është 11 vjeç sot, edhe ai është në Spotify. Nuk ka rrjete sociale.
nuk ka TikTok, nuk ka Instagram, nuk ka... Ama, shikon edhe YouTube, po gjithashtu është edhe me shokët, do më thënë, somehow, muzika e re shkon të ka jo, nuk e di se si shkon, akoma se kam kuptuar fix, po, për çdo këngë që më thotë, se këtu duhet të them, është, kjo kënga ka shkuar viral. Kjo kënga është viral. Pra, është e rëndësishme sot me qenë viral. Ti mund të jesh artist shumë i mirë, po nëse nuk je viral, ti nuk ekziston. Jo. Që kjo është pak e tresht për një artist, do më thonë. Apo jo? Shumë, se të momentin që ti e të prodhu non-stop, do më thonë. Edhe në momentin që 4 herë ti e qëtë një kongë, do më thonë, edhe qajo zhandër i njej. Për shambull, nëse unë e kom dash me e bu një zhandër edhe qajo më fillim nuk ka ecë, po ne e kom shty edhe 5 herë tjera, me 5 kongë tjera, edhe dikur e ka marrë që ato. A për shambull, në qëtë rast është që kjo probleme që njerës me viralitetin e kongëve, që atërë tojnë, që kjo është shumë e mirë. Apo kuptan? E mandej nëse dhe një kongë halo me e mirë, që s'ka dhe TikTok, së gjë. E mirë. Pra në qofë se ty nuk ta kap algoritmi, në qofë se nuk e kanë dëgjuar gjithë tjere dhe kënga nuk është bërë viral, kënga rezikon edhe të humbasin. Po, feks, edhe kjo puna algoritmet është që kjo mu më frikson mas shumë ti. Puna algoritmet edhe do më thonë që kjo është gjaja kryesore për një projekt, nëse ti do në me bu një promo në TikTok. Po. Që vetë se po ndodhë të krejt artistat. S'mënësh me skip. S'mundesh. S'mundesh. Të dush me shku, do më thonë, qështë do që shkojnë krejt gjithë artistat. Edhe artistat botëror, do më thonë, janë vazhdimisht në TikTok. Po. Krejt kongët botnore promovohen në TikTok. Po, nuk është një gjë shqiptare, është një gjë botërore. Jo, ajo është me gjithë. A ka rritur konkurencën kjo gjë mes artistash? Jo. Jo. S'maj me thonë. Ma të ndoshta edhe mund t'i këtë sensibilizuar, se janë gjithë në të njëjtën barkë. Feks. Së do mos për artistat e ri menoj që shumë sa një mirë. Se artistat e ri ju duhet. Po. E në kohën ma të kalume, do më thonë, në kohën e kalume nuk kanë pasë edhe shumë mundësi për depërtuar. Ndërsa këtu, bëhet virale kënga... Një kohën bëhet virale dhe ma ndejti mund është që ata me përdora, po kuptan. Edhe me arrit shumë më tepër. Ti, ku e shikon veten në vazhdim? Ti vazhdojsh të këndosh në për klabe, do shkosh edhe ti, do provosh edhe ti koncertet, qa me ndonë? Unë e fillimisht këto 2 vjetë e fundit nuk kam publiku shumë, për arsye se gjithmonë jam kontu e mendu qka unë e mëj me bo diqka ndryshe. Qka unë e mëj me ndru diqka që më shkon diqka që unë se kom përvu asë njëherë. Do me thonë, te e den, se te prej fillimit, ne jemi njofë që prej fillimeve të mija, te den që unë gjithmonë kam eksperimentu, gjithmonë jem kona ajo kita e re me flok, me stil, me ndryshe, tash në momentin që kita i mbush 28 vjetë, nuk është më kita 14 vjetë, apo kuptan, do më thonë është në ndrem... Po pëson edhe ti një lloj transformimi artistik. Po, e për shambull, kër e shof komentet e njerëzve, po ti shekon që që e ma herët për shambull, unë e njëta jam. Në qëtë pik, do më thonë, jo mundu me sprovu vetën sa ma shumë, edhe kom punu këgja shumë, që 2 vjetë jam du marrë me album, i kemi bodi kom për 160 kongë, të ndryshme, kështu që në momentin që publikohet albumi me shumë dëshirë, kisha pas qef me bo një koncert. E kisha pas qef me bo një koncert, okej. Ti ke bashkëpunu me shumë artista, me shumë... Realisht, po thuaj se me të gjithë, kush ka mbetur? Më kanë betë disa. Kanë betë sa? Ti kom hargju krejt. Ti ka hargju krejt. I ke për në vazhdim, apo... Po, gjithësëse. Po. Qa raport i keti realisht me artistët e estradës, qoftë Shqipëri, qoftë Kosovë? Ti e nga ato që e mbanë mirë me gjithë? Unë e mbaj mirë me gjithë, unë nuk e ti që kom pas nëjë problem me një artist personalisht. S'ka ndodhë asë njëherë. Do më thonë, me gjithë e kom pas një relacion shumë të mirë, një respekt. Kjo nuk është fort e letë në industrinë e muzikës? Tash jo. Jo. Tash jo. Po qërën varet edhe prej njerit. Se për shambull ka njerit që është ma i prekshëm, që në momentin që i bo diqka jo që a i dënë, automatikisht mundush mësë me folma me qatë person. Po mu, këm pas fatë që nuk këm hinë qatë orë thona, alo, i shala jo asë njerë,
Po kam qef me pas mirë me krejt. Mund duhet kur ka më pak bashkëpunime tani, apo? Se më përpara, jo ti, po flasë përgjithësi. Po. Ka më pak, sepse ishte një periudhë që të gjithë këndonin me të gjithë. Që e periudhë për mu konë shumë e mirë, se normalisht që në momentin që bashkohen dy artista, vjen diçka më e mirë. Edhe bashkohen fansat e vjen energji ndryshe. Po. Për shembull ti kur ke kënduar me Butrintin edhe me Letrin ato kohë ju bënit edhe koncerte bashkë me njëri tjetrin apo jo? Po. Ishit edhe të tre bashkë në një klub, domethënë. Për çato, domethënë kemi bërë shumë gjëra të ndryshme. Kemi pas bashkëpunime, njëkohësisht kemi bërë koncerte bashkë. Domethënë na ka lidh puna edhe ma tutje. Kështu që mendoj që nuk ka qenë ide e keqe bashkëpunime. Jo, bashkëpunimet janë asnjë. Ama tash po bojnë vetë. Po, më shumë duket sikur janë përqendruar në projekte. E kanë një këngë suksesshme, s'kanë që të dhënë dikur tjetër. Sa mos më majtë për vete. Si funksionon me këngët? I bën dikush për të dy, i bën njëri dhe do ja jep tjetrit, si funksionon? Po zakonisht për shembull nëse unë bëj një këngë që mendoj që kjo këngë ki shku me një këngëtar ose këngëtare, më varet domethënë çfarë zhandri është. Nësë është kënga jam, unë e mëj me shku me ftu një person që mu më do këtë adekuat për qatë këngë. Për shumë, Gjensilën e ke ftuar ti, ka ftuar ajo, o baby? Me Gjensilën e pa të bo produksioni, faktikisht label-e që jemi konë, edhe ata kam pas dëshirë me nga bo bashkë, do me thonë nga dyja i nga kom pro, po kemi punu këgja shumë me nëzirë qatë këngë. Ashtu, Po kemi bonja 3-4 verzione, 3-4 këngë tjera, dresa që ajo ka qenë. Ekida, sot muzika është fitim prushse mos si dikur, duke patur parasysh që ka rënë numri klikimeve, pra nuk është se bëhen më para nga klikimet në YouTube, po ka format të tjera, si që ndronë? është fitim prushse, gëgja shumë. Për neve ma mirë që ka ro YouTube. Po, është më mirë, pse? Sepse jëmë faqet e jashtit që klikohen ma shumë. Po, është e vërtet. është e vërtet. Dhe më thonë të në momentin që... Monetizimi nuk është në Shqipëri. Po, playlistat, këto... Po. Janë shumë ma të larta, së të mos me çmime. Po, Spotify... Spotify është numër 1. Numër 1, është e vërtet. Pra po më thua që më mirë je më qetë me këtë djalin që nuk është pjesë... One gjithmonë kom qenë tip të eden, dhe më thonë të më ke njofë që shumë më të... Gjithmonë jem kone të rheqën si person. Edhe në momentet që kom bo biznes, dhe më thonë kom bo biznes me kongë, me punë, edhe asë njëherë nuk kom dasht, jem kone re, edhe thjeshtë në trunin teme kom pa që unë du me vazhdu karierën, po zdu me hinë që të pikën me lidhje me... Në momentin që e kom taku burin temë këtë rast, e kom kuptu që, okej, qëta është për një me, e kom kohën me gjithë dikën që për një me du me pas partner edhe me pas një jetë gjatë, do me thonë. A erdi në momentin e duhur, do me thënë? Ka ardhë fix momentin e duhur. Okej. Dhe erdi... Edhe një kom qenë e gatshme. Edhe ti ke qenë e gatshme. Ti kur erdi aj propozimi, pra e prisja të propozimin? Propozimi ka qenë shumë interesant se one gjithmonë e kom gucë, edhe a kom po që së më propozon si vjetë, one... Ika. Do me thonë gjithë të vaj gare. Edhe kur erdhe propozimi, thojsha se kemi qenë familjar, ka qenë mami babi jam, edhe disa shoqni të mi shumë të ngusht, që i ka aftu veç për ditë lindje. Të më thonë, kërkush s'ka qenë djeni. Ka qenë vetëm shoqja jam e ngusht, ajo e ka ditë se i ka ndihmu ati për çdo sen, ta shoqja jam e ngusht është edhe pjari jam, të më thonë merët me krejtë senet e mija, i ka ndihmu, e kam bo bashkë çdo sen, dhe me thonë që ajo ka qenë diçka... One veti kom thonë, asoj shoqës kom thonë, se besoj se kë e ka marrë në sy njerëzve. Apo kuptojnë? Se pas ka pas, pra? Se ka pas, dhe me thonë, kur erdhen që ata dronat, diçka e ndjeva që diçka është të ndodhë, apo kuptojnë? Pra nuk është vetëm ditëlindja? Jo, po ma shumë e kom pa në ftyrën e partnerit tem që ka qenë komplet i humbur. I emocionuar, e? Shumë. Edhe veç i kom thonë qaki, apo kuptonë se disha qa po ndodhë. Një qikë që, po, një vajzë që ka qenë të najtë të hoteli. Edhe ju ka doke interesant, dhe aty shkun emri jam, edhe mbi emri. Edhe për shambull Oridea Latifi, kër e ka postu ajo, video ka shku viral shumë.
edhe krejt komentet kanë qenë, oh my god, kjo është këngëtare, kjo është Kida, qëkjo, edhe para se me marë portalet, veç i kom thonë, thash, ona dura me qitë. Po. Thash, në momentin që e kam zbulu, thash, a din qka? Po. Te qitë. Më mjë e themon. Edhe ashtu kështu këna, për ne me kom pas qef me qitë, se thjesht u lodha, po kuptan? U lodha, tu më shef, u lodha tu e majtë privat, edhe me një farë pike, thësha e lodha edhe djallin, po kuptan? Sa ai non-stop, ajo tu të kema shumë sone, hej, do të mu mluse, ta është shohen, abden qesin. Po, pastaj edhe e kupton që, nga pse po mbulojmë, se kjo është një gjë këtë normale. Feks. Se mos me jetu. Apo kupton, se dyqysh kure shtjelon ma thell, e sheq edhe artistat e jashtë të kanë lidhje. Ajo nuk ndikon kur gjon karierën tënde. Ti e në gjendje me funksionu qysh dush, apo kupton. Po kur është pyetja, do me thonë, a funksionon martesa me karierën, gjithmonë është po. Po. Se ti veç dush me nda. Dush me nda në mënyrë profesionale edhe vazhdojnë. E ti ishe e palëkundur në pon të ndë atë natë? Qa që më konë e shokume, sa që dhe dorën nga bimja nuk disha i kështë shadur cilën do të mja qitë, ja kom qitë djathën, ma vëshin atje të majtë. Nuk e di, jam konë shumë... Kush është unata? Kjo. Kjo këtu? Okej, qa është? është Tiffany. Tiffany. Shumë e bukur. Edhe gjithmonë i kom thonë të lutem, nëse më propozon, mos pa marrë unazën e madhe. Nuk më duket e vogël, Kida. Pavarësisht... Nuk e di se për qa ma si e fleti, po kjo e vogël nuk është. Unë e gjithmonë, dhe më thonë është ma... është e vogël kjo? është për standardet e tua? Po jo, po mendoj jo ashtu që... Jo, a i guri... Si mba stilit tam, po flasë mu nuk më shkon shumë. Tashi, këtu shof një Tiffany, këtu shof një Bulgari, këtu shof një Cartier, këtu shof Cartier, këtu shof Van Cleef, këtu shof shumë gjëra. Këtu janë dhurata të këti djalit? Po, ora është dhurat. Okej. Kjo është dhurata e të linjës tem, tash, që e kom pas. Këto tjera të kom bu vetë. Bravo, shumë mirë. Shumë mirë. Kemi një dasëm të ashtia? Po vjen. Halojëm në atë pikën që apo ndodh, po ndodh. Do më thonë jam... A i kishit idenë me bë dasëm gjithmonë, apo mas propozimit pasaj tha të bëjmë edhe dasëm? Nuk jemi dë tipa dasmave shumë. Okej. Po të bazu që unë jam një fmi, i thash partnere, tash babi jam nuk t'jep, tash pa ma boni dasëm. Nuk ka më nëzirë nga shpia. Kështu që kemi vendosë me bo diqka shumë dvogë. A i ka motra vlezër, ka familjet madhe? Po, i ka 2 motra. Okej, ka 2 motra. Si shkon të me ta? Mirë shumë. Mirë. Shumë mirë. Janë 3. Kështu që shumë mirë. Perfekt. Do bëni këtë dasmën e bukur, të madhe të vogël? Do e bëjmë jo të madhe. Okej. Për arsye se kemi pas shef diçka ma privat, shkaku edhe i partnerit që edhe është tip që... I rezervuar, nuk ka... është pak ma po shumë i rezervuar, po gjithashtu kemi vendosë kështu për arsye se nuk ka dukë shumë ma mirë edhe me njerës që i dojmë. Ti dedikoni më shumë kohë, vëmendje. Fix. Dasmat Kosovë, në fakt, bëhen shumë të mëdha. Për standardin tim, ndë që janë realisht shumë të mëdha. Do më në shofë në njërë dasma që janë 500, 600 beta. Ka shumë, po, ka shumë dhe 1000. Ti këndonë për dasma Kita, ki qenë në njërë eftuar? Jo. Kom qenë eftume 4 herë. Okej. Si surpriz. Si surpriz, ja, bukur është, kur këndonë ati për qiftin. Ti këdo marrë, kush do këndonë dasmën tënde? Hala nuk e di. Qëto është për dilema, jam ma e madhe momentalisht. Se kjo do jetë e vështirë për ty? E di. Të Reqarekun i kemi iqë, besoj? Shumë. A do keni muzik? Do keni pa tjetër muzik? Popullore muzik nga Kosova, nga Shqipëria? E kemi mendu te për shumë, nuk shkan pa muzik tonë, dhe më tonë s'ka shansë. E po kush do jetë? Se... A i di që këngëtarët i zëjnë datat? E keni një ide për lidhje me si funksionon? I kemi ca idea që kemi bisedu me disa, po unë ashtu kështu kom eftu edhe kolegët e mi, kështu që... Po, a do këndojnë, e ke kollaj, krejtëm kanë thonë, asë më së munda me marë kërkan, që do mos Ermali, ka qenë ajë që më ka thonë,
s'ki nevoj me marrë kërkon, se unë e knoj. Unë e maj dasmën. Po kom qafti me nejtë mu knoj, apo kuptash? Po pa tjetër. Po mirë, ja Armani do jetë. Kush do jetë tjetër nga kolegat? Ka me pas, shumë kolegë që kom pas bashkëpunime me ta që i njavë. Ta që i kem bashkëpunime, besoj, do jenë. Edhe që kam shoshni me ta, normal. Ti vetë do këndash? Ndështa në after party. Jo të dasma me ndonë? Nuk e di. Ndështa. Se di se kom e di. Që na mos këndash ndasëm ti, dasmën të ndë. Unë e po hipe pres, dhëndrën. Dhëndrën. Hajde, jak nuk kongën. A keni menduar se ku do të bëni? Jemi duke menduar, lo. E pastaj, keni një plan për zgjerimin e familjes? Do t'i përkështojnë karrierave tuaja? E keni diskutuar si... E kemi diskutu, po, tjetër. Sidomos partneri jam është shumë për fëmijë, momentalisht. One jam, nuk e di, në 7 vjetë, po më ecën, po në jam metë, ma ere jam metë, nuk e di që është probleme jam. Ti, unë nuk e di, nuk e ndryshu fare. Edhe kur takova që kishë bëkova u parë, thash, ti nuk ndryshova. Nuk e di, do më thonë vjetë po më ecën, po në halo mendje në kam mbrapa, do më thonë. Po, mendoj që kam e qenë nevojshme, sidomos në momentin që martohemi, edhe shpresoj dhe besoj që po, unë jam shumë pro, nuk e di që shko mi adol, po njëherë kom e po planin që shko mi adol, edhe më ndihme. Do bësh një plan njëherë të mirë menduar. Kështu funksionon gjithmonë? Unë do të me bo plan, se unë e cika dhe ma herët që pauzën unë nuk e du, edhe nuk moj. Kështu që po shpresoj që kom ja dojnë. Ndështë edhe që ajo pauza e bebës mundet me mbu halo ma mirë. Po si do vazhdo një tjetoni në Dubai, pasaj si është plani? Besoj që po. Do s'postohesh atje? Po, për arsye se buri ka krejt bizniset atje. Edhe unë mendoj që është ma e letë për dëtë. Për të dy që ti jetosh ti? Për mu është diçka risi me ndru venin që 28 vjetë këm jetu në Kosovë, pse jo mos me ndru diçka. Po, une apet jam Kosovë, vazhdimisht. Puna jam, familja jam më lidhë Kosovë, kështë që jam... Për depërtim në tregun ndërkombëtar pastaj, a shikon ndoshta një mundësi duke qëndruar atje, duke mos është më e lehtë, apo nuk ka lidhje? Jo, nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje. Do më thonë, për me depërtu ndërkombëtarisht, gjithmonë është dëshira e madhe çdo artisti, besoj. Po. Do të bëj një lojë tani, për të bën pak vështirësi. Hajde se ti je shumë diplomate, politikisht korrekte, dhe unë du me të vënë vështirësi, e kemi me bë vetëm një zgjedhje. Vajza shumë bashkëpunimeve, ka për të bërë disa bashkëpunime në vazhdim. E duhet bërë zgjedhje. Këtë zgjedhësh mes Don Gjonit dhe Butrin Timerit. Për bashkëpunime, dhe më thonë. Po për zgjedhje Don Gjonin ma se s'këm pas, halo. Akoma. Mes Rinës dhe Melindës. Rinushin. Mes Fifit dhe Ronela Hajatit. Qëta është më kërtirë? A bën dyat? Jo. Okej, për zgjedhje Fifin për arsye se kom punu me të shumë, edhe e një që shumë kohë. E një, moti. Pavarësisht që dyat janë shumë të mira. Ylli apo Albani? Dëtë janë super artista, me Yllin mo jam shok e shoqe që sa vjetë, dhe s'kena këngë halo bashkë. Hala s'keni këngë vërtet, si ka mundësi? Ka mundësi, se koha, periuda, është diçka e çuditshme. A ja dëgjoni këngët njëri tjetrit, ju, artistët, më thënë, ty në makinë, vend këngë të Yllit? Po. Se kom probleme. Kur më pëlqen një këngë, nuk ka rëndësia është që pa, qysh është. S'po di me dëtë. Bardhen kom punu shumë studio me Bardhen. Me Lidin s'kom punu asë njëherë. Vërtet? Po, dytë janë shumë artistat mirë. E Lidin e vlerësoj shumë si artist, për arsye se ka muzikë shumë bukur. Kështu që me kësha provu me Elgitin. Me Elgitin, okej. Që ta është më këndzonë keq.
Dyja të m'pëlqejnë shumë, dyja të kam shumë shoqe. Kemi pas me bo një kongë. Me kë? Me Tajnën. Okej. Po që shkaku i kohës edhe i pauzës Tajnës, nuk kena mujt me kry. Kështu që ndoshta Tajnën, edhe pse edhe me Eron kam shumë qef, se shumë e ka stilin e lezetshme shumë. Shumë. Këto e kam let. Okej. Me Dafinën i kam 2 projekte, kisha pas qef me pas hala ma shumë. Okej. Me dhuratën se kam asnja, kështu që zgjidhe dhuratën kësaj. Vajzat e produksionit këtu më bërë një thashe them. Kanë qenë follow me Dafinën, i kanë qenë follow Dafinën, pas të herë për follow me Dafinën, që për follow me Dafinën, si është puna follow me Dafinën. Kjo ka qenë i keq kuptim. Okej. Për arsye se Dafina i ka heq krejt followersat, edhe do me thonë jena heq që atë, po nuk është që kemi pas diçka personale, absolut, kemi këthy prap. Okej. Prap jemi Pra Dafina i ke heq, dhe ti e ke heq, pasaj duke menduar që ka heq ty, ajo? Jo, one e kom heq faktikisht që shto u konë diçka që one e kom keq kuptu. Okej. Po njëkohësisht nuk u konë diçka që na jemi idhnu, se jemi prishtisht e kemi sqaru këtë çështje, s'ka qenë kur gjë, unë e Dafina e kemi qu shumë mirë, për kundrazi e kam shoqe shumë të mirë, edhe na shkon shumë. Okej. Do me thonë edhe pse jemi kolege, jemi shoqe. Okej. The Recall Sun, Do Me Be. Me festimin e kam kongën Deja Vu, super suksesshme. E keme edhe tjetrën që e kam me festimin edhe Creation. Kështu që pëzgje dhe Lumin. Lumin, okej. Festimin i kam 2, kështu që... I ke 2. Vim në Shqipëri. Vim në Shqipëri. Gjënsilën e kam, e kësha bo dhe një, pse jo, se një ka qenë shumë e suksesshme, po me që s'ka me Elvanën, pëzgje dhe Elvanën. Elvanën, okej. Jo, sa diplomate ti, po ti unë nuk di, pse si jeti në parlament, Shumë mirë, po pse je këtu me mua. Ti ma pas ke gjithë mu perfekt. E gjithë dhe ti, me Po ma këtë që shkon s'kam ma do ma të bëjmë. fështire, ma të fështire. Kresha e vlerësoj te për shumë si artist, edhe definitivisht ka qenë i pari që ma ka dhënë dorën. Noizi është super djali, e kam shok shumë të mirë, edhe definitivisht e kemi pas një kongë shumë të mirë tash. Me gjithë respektin që e kam ndaj Kreshës që ma ka dhënë dorën fillimin të karrierës tam, po du me zgjidh Kreshën, edhe pse me dytë. Mendova se po thosha me gjithë respektin që kam për Kreshën, po Jo, po kam qef se ka qenë, do më thonë, nisja e karrierës tam. Kështu që one me Noizin edhe me Kreshën me dytë kësha bo shumë, me Noizin me Kreshën kam, kështu që me Noizin kësha bo alo ma shumë e ma shumë. Po, pëzgjë dhe Kreshën se ma ka zgjatë dorën kur nuk kem konë kërkushesh. Je shumë boring, Kida, kash po du me thëmë. Se? Dhe shaka. Se je shumë politikisht korrekte. Me Mozen, te edhen që i kom pas sitet më të ndoja me ta. Me Ferën e kom pas një kongë. Kisha shku me Mozen, për arsye se na dënë me bashkëpunime shumë. Ja, po ju, realisht keni pas shumë sukses, a? Të dyja ato këngët kanë qenë shumë bukura. Edhe i fundit. Me Ledrin mo i kam 2 kongë, kështu që kapitali. A përshë ti kete kuptova me kënë s'kam kongë. E kuptova unë. O nuse, fustanin e kemi zgjedhur? Ende jo. Menun e darkës e kemi zgjedhur? Ende jo. Këngëtarët jo? Jo. Verën? Ku je nisë, ujte? Unë nuk e di kur e ken plan ti mu martu, po në qofë se është në shtator ti nuk jenë ko, vajzë. Ke punë. Unë e zdo me thonë që ty s'po të tregoj që si kom zgjedhë. Ej, falimderit shumë që erdhe. Falimderit shumë. U knaqa me ty, edhe ty uroj gjithat mirat e botës, me zi pres të të qofë nuse, edhe shpresoj, nuk e di sa, do vendosë se ti mbani private fotot, apo do t'i bëni publike, po në çdo rast, u dua një foto që të më vi mua, që të të shoh sa e bukur do dukesh atë ditë. Falimderit shumë. Shumë falimderit që erdhe. Shpresoj që keme qenë edhe te aty. I hope so.
Edhe që ti të kam afër shumë edhe gjithmonë dhe më thonë kemi qenë, pavarësisht që semi taku që sa kohë kemi qenë në kontakt. Po, gëzova që erdhe, realisht. Edhe unë edhe do shihemi, shpresoj herës tjetër pak më shpesh. Gjithsesi. Më shpejt. Faleminderit. Faleminderit shumë. Opa. Okej. Faleminderit. Ky emision u mundësua nga Uji Qafshtama, Konad Albania, Obu Store. Për të parë programin me Mbroma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.